Së fundi është publikuar VKM-ja që ndan kufit e rajoneve dhe nga ky akt normativ u bë me dije se Gjirokastra, Korça dhe Berati janë tashmë pjesë e një rajon zhvillimor. Si e mendon Alma, është efikas, do të jetë efikas ky organizim i ri? Po ta shikosh nga ana kulturore, historike, nga ana e zhvillimit ekonomik, u mendoj se ku më mirë se Gjirokastra, Berati, ku dhe ju bëni pjesë apo dhe Korça, mund të bashkoheshin, të ishin bashkë dhe të jenë një rajon. Sigurisht, u mendoj që ka një gjë të përbashkët të treja këto qarqe. Po i bashkon turizmi i bashkon, kultura, trashëgimia, zhvillimi ekonomik, edhe u mendoj që është një hap shumë i mirë. Unë mendoj që më e rëndësishme janë kompetencat reale që do të kemë për sa i përket zhvillimit ekonomik dhe planifikimit të territorit. Edhe pastaj për të mos vënë që ky zhvillim ekonomik të mos jetë pronë e një qyteti, atje ku vendoset qendra e këtij zhvillimi rajonal, po këto të shpërndarje të drejtë dhe të studiuar. Në funksion të zhvillimit. Edhe pastaj u mendoj që ne do jemi zemra e këtij rajoni.